Kujt i plasi se Edi Rama do flasi në parlamentin e njerëzve të shkretëtirës? Ky njeri që nuk del në parlamentin shqiptar, që e trajton atë si një kasino, ku ai fiton vota, në vend që t'i humbas ato, ku zëvendës kryeministrja e tij është një lavire, pastruese hotelesh në Greqi, që ndan fitimet e saj me dashnorët që janë dhe punonjësit e saj. Pra, as në Bibël nuk janë përshkruar djaj të tillë si Edi Rama dhe Belinda Balluku. Këta janë çifti lumtur shqiptar. Dhe nuk e dim kush është në rolin e mashkullit midis tyre. Kryeministri shqiptar nuk del në parlamentin e Shqipërisë, nuk jep llogari aty, dhe ai del në parlamentin e njerëzve të shkretëtirës. Kryeministri shqiptar po realizon krijimin e shtetit Bektashi, ndarjen e Shqipërisë sipas zonave të besimit fetar. Dhe Shqipërinë e Jugut ai ja ka dhënë Greqisë. Në fakt, ju nuk e dini që qytet-shtetet e lashta helene janë bërë parqe kombëtare dhe ai ka shkuar në një hap më tej me ligjin e famshëm 115, sipas të cilit Gjirokastra është ndarë në një rreth tjetër më të vogël që quhet Komuna e Antigonës. Edi Rama ka bërë atë që Miloševiqi donte të bënte në Kosovë, ndarjen e Mitrovicës në pjesën serbe dhe pjesa tjetër në atë shqiptare. Një gjë që realizon këlyshi i ujkut Vučić, kështu shpjegohet emri i tij në serbisht. Vučići vjen nga Vuko, që do të thotë ujk. Një lloj si në gjuhën shqipe, sepse gjuha shqipe ka të njëjtën origjinë si gjuhët slave. Pra ujk në shqip, Vuk në gjuhën serbe dhe Vučić, të cilën Edi Rama e ka quajtur vëlla dhe ka krijuar për të zonën ekonomike të lirë në Shkodër, Kukës dhe Dibër. Pra shteti Bektashi do jetë vetëm në Tiranë. Pjesa e veriut i është dhënë si zonë ekonomike e lirë Serbisë dhe pjesa e jugut është bashkangjitur me Greqinë sipas një memorandumi të fshehtë që është përgatitur nga Fatos Nano, indjeri, Fatos Xhuxhi në greqisht, sepse ishte me origjinë minoritare. Pra Shqipërinë e kanë sunduar minoritar grek, vleh, jevq, serb, si Sali Berisha, nga Vuçidoli, lugina ujkut. A jeni në vete o shqiptar, a jeni të çmendur apo jo? Si e lejoni ju Edi Ramën të shkoj në parlamentin e njerëzve të shkretëtirës dhe të premtoj atyre të marrë refugjat palestinez në Shqipëri? Do vinë me mira, jo me qindra, siç kanë ardhur nga Irani, siç kanë ardhur nga Afganistani, dhe ai e ka çliruar Shqipërinë nga shqiptarët. Të dhënat e kompjuterit të diellës, ai ja ka dorëzuar shtetit të shkretëtirës. Dhe thotë që është hakeruar nga iranianët. Drejtoresha e caktuar prej tij ka vjedhur diskun me të dhënat e të gjithë shqiptarëve në mënyrë që ata të përzihen nga Shqipëria një nga një. Është studiuar karakteri çdo shqiptari, të dhënat e çdo shqiptari në mënyrë që dal nga dal t'i përzën të gjithë nga Shqipëria. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor. O drilon! Kur i them studentëve që juve grekët i thon drilon, ata qeshin, kënaqen, gajasen me shqiptarët.